Mirë se erdhët të dashur vigjeresh në Letrat Rrëfejnë, jam Diana dhe bëjmë lecimin e radhës për ju. Sot është një temë komplet tjetër. Është më shumë qortim, është këshilla. Për çfarë duhet japësh syt vigjeresh këtë javë apo këtë periudhë? Vigjeresh, këtë javë duhet japësh syt për një gjë shumë konkrete. Jo çdo përmirësim i jetës tënde, në përgjithësi që mund të jetë dashuri, punë, ekonomi, karrierë, ku di unë, shëndet, vjen me zhurmë. Disa nga gjërat më të mira që po afrohen te ti fillojnë apo do fillojnë shumë thjesht. Me një ide, një mesazh, një mundësi e vogël, një njohje, një ndryshim rutine ose një ndjesi se më në fund diçka po ecën në drejtimin e duhur. Por ka një kusht, gjithmonë ka një kusht, vigjeresh, mos u ngut ta detyrosh rezultatin. Pra, frymëzimi është i bukur, entuziazmi është i bukur, por këtë javë, ajo që do të çoj përpara është vazhdimësia, jo entuziazmi i 2 ditëve. Fillojmë me temperance, që është qëndrueshmëria, të dashur vigjereshë. Thot ndale zakonin, ose shumë ose hiq. Këshilla e parë është jashtëzakonisht praktike. Gjej masën. Po gatuam për shembull diçka, ti hedhësh shumë, po ja marr tani shumë miell, ti hedhësh pak, gjej masën pra. Çdo gjë ka nevojë për një masë, çdo gjë ka nevojë për një balancë. Nëse punon derisa rrëzohesh dhe pastaj 2 ditë nuk ke fuqi për asgjë, nuk je produktive. Je duke keq menaxhuar energjinë. Nëse kursen gjithë muajin dhe pastaj në një ditë thua, hajt se një herë jetohet dhe shpenzon gjysmën, prap s'ke bërë gjë. Nëse në një marrëdhënie duron dhe pastaj shpërthen për 6 muaj gjëra të mbledhura, edhe aty mungon masa. Kjo letër thot, rregulloje jetën para se jeta të të detyroj ta rregullosh. Fli në një orar më normal. Mos merr 10 angazhime kur realisht ke kohë për 5. Mos premtohet që pastaj do ta bësh me stres. Mos shpenzo sipas humorit dhe mbi të gjitha, mos kërko rezultate të shpejta nga gjëra që kërkojnë kohë. Këtë javë fiton ajo që ditë ecë me ritëm, jo ai që vrapon ditën e parë. Faqe apo page të shkopive. Kjo thot, provoje iden, për mos e shpall si sukses para se ta fillosh. Këtu vjen diçka që të zgjon interesin. Mund të jetë një ide pune, një ofertë, një mesazh, një person i ri, një udhtim, një kurs, një projekt, një mundësi ose thjesht dëshira për të ndryshuar diçka. Dhe këshilla është, provoje. Mos e analizo derisa ta vrasësh. Vigjesha ka një talent të jashtëzakonshëm për të gjetur 17 probleme te një gjë që ende nuk ka filluar. Po sikur, po nese, po ndoshta, mjaft. Merr informacionin që të duhet dhe bëj hapjen e parë, vigjesh. Faqe e shkupive ka dhe anën tjetër. Entuziazmohet shpejt dhe pastaj humb interesin. Prandaj mos bli pajisje, mos shpenzo para, mos bëj plane gjigante për një ide që e ke pasur që dje. Provoje në shkallë të vogël. Nëse funksionon, vazhdo, patjetër. Asi i kupës. Mos e refuzo, thot letra, diçka të mirë vetëm sepse ke frikë se mund të zhgënjesh. Kjo është dashuri e re, por nuk do thot patjetër. Mund të jetë shumë e bukur në marrëdhënie,
Mund të vijë një afrim, një bisedë, më ngrohtë, një njohje, një pajtim, ose një hap emocional që të bën të ndihesh mirë vjeçësh. Për beqaret po, mund të ketë dikë që të zgjon interes, por mos shkruaj dasmën pas mesazhit të tretë. Një personin, shiko a është i qëndrueshëm, shiko si sillet, jo vetëm çfarë thot. Për ata në marrëdhënie kjo letër thot se mund të rikthehet afërsia nëse të dy lini pak me njërin rutinën dhe flisin si njerëz, jo vetëm e pagoj faturën, çfarë do ham, ku janë çelësat. Por asi i kupës nuk është vetëm dashuri. Mund të jetë edhe diçka që të rikthen dëshirën për jetën e përditshme, një aktivitet, një njeri, një lajm, një fillim. Kur të vi, mos e analizoni, me njëherë derisa të hiqin të gjithë bukurinë e kësaj letre. Kalorësi i monedhës. Thotë mos e kërko rrugën e shkurtër, nga që është energjia më e ngadalt në gjithë tarot. Ja, mu kjo letër këtu. Kur del kjo, gjërat ecin ngadalt. Thotë mos kërko rrugë të shkurtër për diçka që kërkon punë, angazhim. Kjo është letër që sjell gjithë leximin me këmbë në tokë. Ke një ide? Mirë. Ke një mundësi? Prap mirë. Ke një fillim të ri? Super, shumë bukur. Po nesër çfarë do bësh? Dhe pas nesër, dhe javën tjetër, sepse kalorësi i monedhës nuk impresionohet nga planet. Impresionohet nga ajo që bën vazhdimisht. Në punë, krye detyrat, mos lër gjërat për gjysmë, në financa bëj buxhet, mos pritet të mbetet para për në fund të muajit, pa para, apo me një anë në fillim. Në shtëpi rregulloj një gjë çdo ditë në vend që të presësh ditën kur do kesh motivimin. Në një qëllim personal bëj pak, por bëj rregullisht. Kjo letër është pak e mërzitshme. Është e ngadalt. Por e di çfarë është edhe më e mërzitshme? Të fillosh në të njëjtin qëllim çdo 3 muaj, sepse nuk e vazhdove herën e parë. Kjo është e ngadalt. Ecë ngadalt, do angazhim, do fokus, do përqendrim, por që ky këtu di ku po vete. Dhe suksesi është i pashmangshëm, të dashur vëqesh. High Priestess është intuita. Është intuita, të dashur. Mos kërko përgjigje nga njerëzit kur faktet një tashmë të kanë dhënë. Këtë dua që vizhesha t'i hap sy të mirë. Ka një situatë ku mund të mos kesh gjithë informacionin. Prandaj këtë javë mos nxjerr përfundime para kohe. Por ka dhe një ndryshim shumë të madh në mes. Nuk e di dhe nuk duhet të pranoj atë që po shoh. Nëse dikush të ka treguar 5 herë me sjellje se nuk është i besueshëm, mos kërkon një shpjegim të gjashtë. Nëse një ofertë duket shumë e bukur për të qenë e vërtet, kontrolloje. Nëse një njeri flet shumë por vepron pak, shiko veprimet. Ose diçka nuk të bind, mos u ngut të frymosësh, të paguash, të premtosh ose të angazhohesh. Mblidh informacionin, vëzhgo, dhe mos u trego të gjithëve çdo plan që ke. Disa gjëra bëhen më mirë në qetësi, të dashur vëgjesh. Dhe në fund kanë yllin. Mos e ngatro vonesën me dështimin. Kjo është një letër shumë e mirë për ta mbyllur, sepse pas gjithë kësaj ka përmirësim. Ylli nuk po të premton se të hënën do zgjohesh dhe çdo problem do jetë zhdukur. Të thot diçka më reale. Je duke hyrë në një periudhë ku gjërat mund të fillojnë të marrin drejtim më të mirë, apo je në drejtimin e duhur. Diçka që kishe humbur si shpresë mund të fillojë të duket përsëri e mundshme. Mund të shohësh rezultat nga një përpjekje, mund të marrësh një përgjigje që të qetëson, të kuptosh se një situatë nuk ishte aq e pashpresë sa mendoje. Por mos u mbështet vetëm tek shpresa. Ylli pas kalorësit të monedhës thot shpreso, por puno. Mos thuaj do bëhet. Pyet veten, çfarë po bëj unë që të bëhet. Aty ndryshon
ndryshon gjithë historia. Të dashur vigjereshe, për çfarë duhet japësh syt këtë javë? Për faktin se një fillim i mirë nuk ka nevojë të jetë spektakular për të pasur potencial. Qëndrueshmëria thot gjej masën. Faqe e shkopive, provo diçka të re. Asi i kupës, lejon një emocion ose fillim të mirë të hyjë në jetën tënde. Kalorë si monedhës thot, pastaj puno për ta mbajtur. Intuita mos injoro atë që sheh, atë që ndjen. Dhe ylli mos hiq dorë vetëm sepse rezultati nuk erdhi më njëherë. Dhe këtu është qërtimi kryesor për vigjereshën. Mos kërko ta kesh gjithë rrugën të qartë, para se të bësh hapjen e parë. Nuk do ta kesh, askush nuk e ka. Ndonjëherë duhet të bësh hapjen e parë që të shohësh të dytin vigjeresh. Zgjidh, ta them detyrë, si detyrë shtëpie. Zgjidh një gjë që dëshiron të përmirësosh. Jo 7, 1. Nëse janë financat, vendos një shumë konkrete në një anë. Nëse është puna, përfundon një detyrë që e ke zvarritur. Nëse është marrëdhënia, bëj një bisedë të qartë. Është një ide, bëj hapjen e parë praktik. Dhe pastaj përsërite edhe kur nuk ke motivim. Sepse këtë javë, suksesi nuk vjen nga një veprim i madh. Vjen nga gjëra të vogla që nuk i le për gjysmë. Mos prit të ndihesh gati, vigjeresh. Fillo, ecë ngadalë dhe lëre rezultatin të gjej duke punuar. Siç thash, sepse suksesi është i pashmangshëm nëse vërtet vazhdon të jeni konsistent në ato që bëni, mendoni dhe dëshironi.